Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të mësojmë një mësim shumë të rëndësishëm, pasi do të përqendrohemi në të gjitha mënyrat si të themi po, jo dhe ndoshta në gjuhën angleze. Pa humbur kohë, fillojmë fillimisht me disa shprehje se si mund të themi po në anglisht. Sigurisht që shpreha e parë do të jetë po. Dhe për po në anglisht mund të thuash yes. Yes. Patjetër, of course. Of course. Sigurisht. Sure. Sure. Me të vërtet. Indeed. 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 Pikërisht. Exactly. Exactly. Vërtet. True. True. Correct. Esakt. Correct. 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 Dhe padyshim, without a doubt. Without a doubt. Tani shohim me kujdes disa mënyra se si mund të themi jo, duke filluar me shprehjen e parë, jo, no. No. Kur. Never. 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 Sigurisht që jo. Of course not. Of course not. Nuk mendoj se po. I don't think so. I don't think so. Në asnjë mënyrë. By no means. By no means. Jo tamam. Not really. Not really. Nuk ka mundësi. No way. No way. Nuk ka shans. No chance. No chance. Jo faleminderit. No thanks. No thanks. Lëre fare. Never mind. Never mind. Tani shohim disa mënyra se si mund të themi ndoshta, duke filluar me shprehjen e parë. Ndoshta, maybe. 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 Nuk jam I ose e sigurt. Not sure. Not
Sure. Ndoshta një ditë. Maybe one day. Maybe one day. Nuk e di. I don't know. I don't know. Le të shohim. Let's see. Let's see. Varet. It depends. It depends. Kush e di? Who knows? Who knows? Mund të ndodh. Could happen. Could happen. Pse jo? Why not? Why not? Koha do e tregoj. Time will tell. Time will tell. Dhe dy shprehjet e fundit, flasim më vonë. Let's talk later. Let's talk later. Dhe më pyet më vonë. Ask me later. Ask me later. Këto pra miq ishin disa nga shprehjet se si mund të thuash po, jo dhe ndoshta në anglisht. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm. Faleminderit që ishit këtu dhe shihemi në videon e radhës. Goodbye.